E pra të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit që kanë ndodhur në shtëpinë e Big Brotherit dhe këtë herë do të ndalojmë tek marrëdhënia e Gjestit edhe e Gerta Gixharit që në fakt ngre shumë diskutime, ngre shumë amendsime brenda në shtëpi. Ju e dini që Gjesti dhe Gerta kanë biseduar një ditë para se do të përzgjidhej finalisti i dytë të pozicionuar pranë banakut të Lori Kafes. Edhe kanë folur mes njëri tjetrit, kanë folur për ndjesinë dhe emocionet në lojë. Gerta u përlot duke thënë që unë e kam qef që ti jesh finalisti, por nuk do ta kisha pranuar në asnjë mënyrë që fituesit e Big Brotherit të jenë këto, po për ty me zemër e kisha pranuar që ti ta fitojsh këtë finale. Siç duket, Gjesti edhe Gerta po ndërtojnë një shoqëri shumë të bukur brenda kësaj shtëpie, por edhe jashtë saj. Gerta e trajton Gjestin dhe po afrohet me Gjestin si një mik i saj i mirë apo si djalin e saj dhe Gjesti e vlerëson më shumë Gertën se sa Rozanën. Gertën e quan më të sinqertë, e quan më transparente për faktin sepse Gerta që në ditën e parë kur ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit ka qenë po me këtë qëndrim. Është një qëndrim shumë i rrezikshëm për ta zgjedhur në lojë, por Gerta ka treguar guximin që të mban po këtë personazhin që në shumicën e rasteve mund të jetë edhe një ndër personazhet më negativ të kësaj shtëpie. Gjesti ka gjetur një lloj shoqërie tek Gerta edhe natën e mbrëmshme ai e mbështeti Gertën, e mbështeti rrugtimin me Gertën, e mbështeti lojën me Gertën dhe është dakord që Gerta të jetë në finale dhe të përballen mes njëri tjetrit. Por gjithsesi kjo mbetet për të parë se si do të zhvillohen gjërat jashtë. Unë besoj që Gerta edhe Gjesti do të kenë një lloj afrimiteti të bukur jashtë, edhe pse banorët e tjerë shumica e kanë goditur Gertën dhe sidomos në profesionalizmin e saj që Gerta e bën punën më shumë se 10 vite si gazetare, por gjithsesi kjo ka qenë ajo pika që në fakt Gjesti e ka vënë në dukje dhe i tha Gertës edhe tek banaku i Lori Kafes që unë vërtet të respektoj shumë dhe e kuptoj që ti je një njeri i sinqert dhe me zemër shumë të madhe. Do të thënë pa marrë parasysh se si janë gjërat dhe se si ndërtojnë gjërat në këtë reality show, te Gerta janë gjërat edhe te Gjesti afrimiteti i tyre po bëhet edhe më i bukur dhe siç duket do të kemi një shoqëri fantastike mes Gjestit edhe Gertës. Dua të marr mendimin tuaj.